Po. Përshëndetje Sklever. Mirëmëngjesi, Amerikë. Mirëmbrëma Albania. Mirëmbrëma. Është mirë kur çosh kështu 4:30 mjesit, po kur çosh me sha njerëz, se po t'ishte puna të çoshin për të lavdëruar njerëz, do isha çon botë. Po kur vjen puna Pa jo na çon edhe. ajo. Tensioni, konflikti. Ne përmendëm episodin e kaluam tek storytelling. Konflikti. Konflikti është ai që i jep. Këte i themi gjenë lapazonët vetëm me konflikte me drama, këte pasaj themi si ta bëjmë me konflikt që njerëzit shpenzojnë kohën. Stop the scroll. Kupton? O Gjergjo, po qa ke puni gjë të bukur këtë Qa- javë që si janë pa? Mirë, si Shqipëri mirë shqyr. Vazhdo të jemi angazhuar me këtë projektin për trajnimin e këtyre bizneseve të vogla deri të mesme në sektorin agroturizmit në 10 qarqe të Shqipërisë. Është projekti TUI e ka kjo kompania madhe që mbështet. Dhe jemi 10 ekspert, le të themi, në fushat ndryshme, dikush më kam përmendur në duhet tjetër. Ndërsa dikush për Ja, mbaj mend, e di e ke përmend. kulinarin, una për digital marketing, dikush tjetër është për sigurinë ushqimore, dikush tjetër është për Jeni bërë si ato Po janë. seritë e Netflixit me 60 second pitch, që është njëri një kështu veshur me të kuqe, qofse ke parasysh, ka pas janë dhe Chris Doja, nuk që merrte kështu ekspert të ndryshëm dhe merrte pasaj kështu bizneset vogla. Edhe bëni tip reality, vetëm reality ju mungon juve. Se kështu gjithë Ndoshta. përmbajtjen e keni gati. Dhe reality është komplet fals. Jo, them gjirimi. Probleme. Thu i ertuit, ta hedhim në YouTube, te podcasti janë. Nuk t'ishte një ide. Edhe një nga ti në gjë nga ajo. Mu po m'le pa gjumë fare ky Hejgjeni, po kam parë gjitho update-et e reja të notebookut, Gemini't, të Midjourney't. Nga njëra anë e kam besti të madhe kur thonë designer AI, ose si ta dhe mund AI marketer, ose do të thënë kanë dalë këto titujt si kërpudha, vetëm duke u kap tek AI, edhe AI e një fush, AI, berber AI. Për mua nuk ka rëndësi AI se AI, e lagu se lagu, për sa kohë je gjithmonë në atë vjen e parë të teknologjisë, edge e teknologjisë, kupton? Sot është AI, nesër mund të jetë diçka tjetër, por çrën si ka qasja, kupton? Gjën që bëjmë tani, si mundet të avancojmë në cilësi edhe në kursim kohë. Pra këto dy gjëra janë. Se është AI, se është AI, kush do tjetë, thjesht për momentin, ka shumë avancime në atë zonë. Dhe unë, duke qenë se bëj të gjithë qasin e marketingut me përmbajtje, aty ku punoj, po shoh që po avancojnë shumë. Dhe bjellafi për lip-sync, pra lvizjen e buzëve, nga këto avatarët e AI-t, lvizjet e duarve, zëri ka avancuar jashtëzakonisht, tu e para 5 muajve, kupton çfarë po them. Dhe kjo na bën të mendoj që ku do shkoj. Domethënë se deri tani akoma unë mund ta dalloj kur është inteligjenca artificiale dhe kur është njeri. Tek lvizja buzëve të gjitha, por po shkon aty vëllai. Po shkon aty. Dhe po merremi me këtë sepse thjesht është ajo, me qenë gati kur të shkoj aty. Kupton, pastaj mas i shkon aty, ku i dihet se si do vej ky muhabet. Edhe ne mund të bëjmë 2-3 epizode për këtë gjë, po unë kam më shumë tek ajo qasja e një profesionisti në përdorimin e teknologjisë në gjën që bën. Sepse në fund ditës kjo teknologji duhet t'i shërbej funksionit. Dhe funksioni është të japësh vlerë në treg, dhe njerëzit të shpenzojnë kohën në fillim dhe pastaj të shpenzojnë lekët. Ky është funksioni. Po nuk e krye funksionin, nuk dua t'ja di unë se AI e bën atë qukat një lloj, realitetin e këtij as dua t'ja di fare, vëllai. Po spati vlerën, atë po vlerën e ke ti, nuk ndihmon AI për vlerën. AI do ndihmoj për volumet.
për gjëra që Ja, është vegël, është vegla, shumë e thjeshtë. prandaj po e mësojnë si ta përdorin. Edhe Se deri tani është thjesht një kështu për se po shkojmë prapë te Titaniku, një kështu iceberg u madh, e do të me ditë si me ushtru e me kontrollu, kupton? Dhe nuk akoma është tek ajo që nuk e dim si ta përdorim në mënyrë më të mirë. Po kemi çik frikë po na ikën prej dursh, po pak nga pak si punë interneti do e kuptojmë si kush është përdorimi më i mirë. ja, nuk do zëri, domethënë duke parë të tjerë do zëri vend. Është shumë në momentin që do kuptojnë që çfarë është në kur e kam dëgjuar unë për herë të parë AI-n ishte përpara, domethënë përdorimet e AI-t ishte përpara 6 vjetësh në një ato startupet në është kjo Pi School në Itali dhe Shqipi, kompani me emrin Pi në kuptimin 3.14. Edhe ishte një startup që kishte një model AI i cili llogariste domethënë gjurmonte llojin e kancerit që kishte personi dhe rekomandonte llojin më të mirë të kimioterapisë në bazë të dhënave që kishte sistemi. Domethënë ky ishte AI, domethënë ai kontrollonte gjithë databazën, kontrollonte analizat, kontrollonte historikun e personit e gjithçka tjetër dhe sugjeronte kush kimioterapi do ishte më efikase për të, sepse një nga problemet që ka kimioterapia është që ka disa lloje kimioterapish për të njëjtin lloj kanceri, edhe nëse nuk funksionon njëra, ata ndërpresin dhe fillojnë tjetrën. Nëse nuk funksionon kjo, ndërpresin dhe fillojnë tjetrën. Mirë, po kjo është që gjitha kohë humbur, dhe me kancerin koha është gjithçka. Ky është përdorimi i parë që kam parë, kurse dhe njerëzit nuk kanë arritur akoma ta kuptojnë që në fund të ditës AI ndoshta s'ka për të bërë punën tënde në vetvete, po do të bëj atë pjesë të punës tënde që të harxhon ty më shumë kohë. Edhe sot për momentin është researchi. Ose për shembull të ndihmoj ty me një debatet më të mëdha që bëhet pak në industrinë tonë të content creation është që a bëhet AI një copywriter i mirë ose a e zëvendëson të copywriting apo jo. E zëvendëson, do të thonë zëvendëson një copywriter mesatar dhe copywriting e mirë dhe të pjekur profesionist që ka 10 vite, 15 vite nuk e zëvendëson dot akoma, por ama e ndihmon atë që të kryej research një dhe t'i japi disa opsione që ky do t'i si thua ky do i kishte për nxemje, sepse që ta arrish ti ke si thua nëse të ke për të shkruar një headline ose një hook ose një qoftë një artikull të shkurtër ose një postim, ti do të shkruash 2-3 postime ose do ta editosh 2-3 herë derisa të shkosh tek një postim vërtet i mirë, cilësor. A kupton? Edhe ja ta shkurton punën me ai shkruan 2-3 të parët që do t'i shkruaj ti kështu në nxemje e sipër dhe do kesh me kollaj për të shkruar atë të katërtin dhe të pestin variant që është më cilësor. Do ai të shkruan 3 të parat dhe ti kalon tek i 5 i 6, bën 2-3 editime të vogla vë të inputin tënd të shihen tënd dhe këtu mbaron puna. Edhe kjo është gjëja kyç për momentin. Dhe ndoshta do të servuar edhe kjo që nuk janë akoma AI në kuptimin inteligjent të fjalës. Ai është thjesht një model shumë i madh, një database shumë e madhe të dhënash edhe. Ai ka mësuar që do të dhënat të t'i ofrojë ty në një mënyrë tjetër që mund të shërbejë ty në bazë të asaj që ti i ke kërkuar. A nuk është se bën një shpikje kuptimin që të zjerë një gjë nga hiçi. Fund ditës është prapë një mendje tjetër, po e kufizuar brenda asaj që ai ka. Dhe një nga problemet më të mëdha që hasin është që ndonjëherë vetëm ideja për të ofruar një përgjigje që ai ndoshta nuk e ka, ofron një përgjigje që ti marrë mendja, që të e gabuar, prandaj thotë që please check, double check, domethënë të dhënat të rrezikshme. Na rrejti tek ajo. Edhe Aty na ka rrejt të double check-u. në Shqipëri për shembull kam vënë që nuk kanë arritur akoma njerëzit që ju duhet më shumë nuk e kanë përqafuar akoma. Do të thonë sot e kemi
edhe tema të fokusuar tek personazhi jonë më i dashur i biznesit. Kush është? Themeluesi, founderi, pronari, drejtori, Startupist. startupist. Ndoshta jo Gjithë jetën kam pas dashur më bë startupist. Ndoshta jo vetë startupisti, po dhe AI, to language models janë vërtet një ndihmë e madhe, mund të jenë një asistent i jashtëzakonshëm për në nevoja të ndryshme që mund të ketë, sidomos në vendimmarrje. Është kjo ideja që Bossi OpenAI ka thënë që brenda 2-3 vitesh do kemi unicornin e parë me një person dhe AI në krah të djathtë. po sepse ka për të kryer gjithë funksionet e një skuadre. Nëse do të thënë ky personi që është në krye të biznesit, sidomos duke qenë shërbimet digjitale që nuk ka nevojë të prodhojë asgjë, mund të jetë një njeri vetëm që ka për ta bërë. Do paguaj, domethënë ato 2-3 abonimet, subscriptions në për platforma të ndryshme për email. Soloprenori dhe OpenAI nga mbrapa, duke marrë pagesa. Unë do thoja që për herë të parë kam dëgjuar tek algoritmi Google-it pjesën e AI, pra se si algoritmi do vendoste për gjëra, pra era e parë që dëgjoj që makina do vendos për gjëra dhe nuk e di njeri, pra japin sa ushqejnë në një farë mënyrë, por nuk është se di njeri saktësisht se si do vendoste për pjesën e PageRank-ut. PageRank-u ka pasur shpikën në kohën e Google-it. Edhe ajo është era e parë që dëgjova, pastaj hera dytë që kam dëgjuar pjesën e Large Language Models, sigurisht ka qenë GPT-3-shi. Ka pas qenë nëntor 2022 më duket, mos ka prej. Diçka tjetër para 2 vitesh në nëntor, për nëntor e majmët. Kur doli dhe mora vesh kështu direkte që ditën tjetër, diçka tjetër. Edhe kjo ka qenë. Po nese, se mund të shkojmë 3 epizode vetëm për teknologjinë, po flasim për personazhin ton kryesor. Themeluesi. Dashni. Tash themeluesi ka pasur një ide biznesi, si të gjithë. Ka menduar të bëjë diçka me këtë ide dhe ka vënë punë, ka vënë jetë, ka pasur një lodhje të madhe, një rropatje të pafund. Ka pasur edhe nga ata që kanë qenë gjithë elementet bashkë, koha, momenti, përvoja, kontaktet e duhur. Edhe ky biznesi ka ecur. Mirë po, përbet, duke po futur këtu edhe ato bizneset që janë pastrimi i parave. Se ne kemi shumë nevojshme këtë Mos ma ngacmo lavatricën shqiptare, se po ju shqen gjithë ju. Nevojë. Ajo lavatrice, po ju shqen pleqë që s'kam pension, po ju shqen shumë njerëz në Shqipëri. Jo, zoti është shtoftë, kam punë vetë. Dhe, me sa kam parë unë, vjen një moment që biznesi është aq i madh sa që arrin të jetë i madh personi që është në krye të tij, dhe diskutohet. Edhe aty pastaj fillon të ndërhyjnë faktor personal, formimi i personit, botkuptimi i personit, karakteri i personit, sepse gjitha këto ndikojnë në vendimarrje, sepse janë vendimet ato në fund ditës që e bën një biznes të rritet ose të mos rritet. Fatkeqësisht këto vendimet janë të kufizuara nga gjithë ky background i gjithë bagazhi e kaluara dhe formimi i pronarit, le të ta themi kështu, sepse në fund ditës ai ngelet pronari. Po nga njëra anë vendimet merren në bazë të përvojës së jetuar të pronarit, që ka kaluar çdo hap biznesit, që nga ku biznesi ka qenë një bebe e vogël, kur i thon. Dhe po prapë është një perspektivë e vetme. E çfarë ndodh? Duke qenë një biznes akoma i vogël, ti nuk mund të arrish të punësosh A players, kur i thon A plus players, do të thotë lojtarët A player. One A player thon 10 B players. Dhe duke qenë se ti nuk punëson dot njëri që është më i mirë se ty, qoftë sepse nuk e qoftë sepse mendon se nuk e paguan dot, sepse e paguan.
do mund ta paguash. Qoftë sepse nuk e egon ndoshta ta marrësh për të dhënë mend, sepse edhe kjo është e rëndësishme, atëherë ti shndrohesh në një lloj ngecje, në një lloj si themi në bottleneck, në një qafë shishe e kot. Ti ajo gryka Një lafsh shishe, se është ora 12. Gryka e vendimarrjes që nuk mund të lejosh asnjë perspektiv tjetër të të japi formë biznesit tënd tani. Biznesi ngelet gjithmonë po njësoj. Okej, por ne nuk po flasim thjesht për idenë e scaling, pra e zgjerimit të biznesit, sepse mund të jenë disa pika kyçe që do dojnë ndihmë si tek te accounting, te kontabiliteti, mund të jetë tek rekrutimi i njerëzve. Gjitha këto gjëra janë element dhimbje për një biznes dhe i duhet që të organizoj, pra organizimi i biznesit tënd. Dhe kjo vjen ajo që po thua ti është më shumë një person, se si kalon një person në biznes, pra është i mirë në bërjen e diçkaje, qoftë shërbim apo produkt, dhe më pas, mbasi ka marrë atë eksperiencë dhe ka bërë atë me dikë tjetër, për llogarit dikujt tjetër, del më vete. Kjo themelusi apo ky themelusi. Edhe fillon më vete. Pra, kjo pjesa e më vete, unë për shembull si Elës, e kam thënë edhe tjerë këtu në podcast që e quaj biznes, si kur je punëtor për një kompani, si kur je freelancer. Thjesht është natyra e klientit që ndryshon. Kompania është një klient me pak risk, sepse ka një kontratë dhe do të paguaj her pas here në mënyrë periodike, duke të siguruar atë planifikimin e të ardhurave. Por kur del më vete freelancer është risku më i madh, sepse ti do të bësh edhe anë të tjera të biznesit, që janë shitja, të promovimi i shërbimit tënd, administrimi, pagesa taksa dhe gjitha këto gjëra. Pra, kur je një biznes, thjesht arrin në një pikë që duhet kërkosh mendim, po pastaj në të njëjtën kohë thua, i kam bërë vet këto gjëra më përpara, a do kem unë atë guximin për t'ia lënë në dorë dikujt tjetër, dhe si do e kontrolloj, dhe çfarë mund të bëj diku tjetër. Pra, këto janë dhimbje të përgjithshme, por ndërkohë është edhe pjesa e promovimit. Pra janë dhe probleme specifike me atë që mendojnë që ajo është subject matter expert. Pra ata janë ekspertët e asaj që bëjnë. Kur ti vjen si marketer, është personi, është autoriteti, është ai që e bën ato produkt, sepse siç e di ajo ose ai, nuk e di asnjëri tjetër, as ti nuk do e dish si marketer. Kështu që sigurisht që ngelet personi që di më shumë për produktin, por a është personi duhur për të promovuar dhe di më shumë për promovimin, mënyrat e promovimit, kanalet e customer acquisition, pra e thithjes së interesit të blerësve, thithja e vëmendjes, mas vëmendjes gjithë ato gjëra tjera që vijnë në marketing. Pra ti po thua për këtë pjesë, ma merr mendja, specifikisht për promovimin. Po, në përgjithësi aty është ngecja më e madhe. Sepse gjithë aspektet e tjera janë mund t'i plotësoj, do të thënë shërbimin e klientit. Normal që pronari e di, sepse ai ka shitur klientëve të parë, ai e di rrugtimin, se çfarë ndodh, ose me buxhetet, ose me financat, me anën ligjore, di ose nuk di, të paktën janë gjëra që janë të sakta, janë të përcaktuara. Kur vjen puna tek marketingu, tek njerëzit dhe krijohet përshtypja që derisa unë di çdo anë të biznesit, e di edhe këtë. Do të thënë arri që ta mund ta bëj edhe unë këtë, dhe që të japi inputin e tij ose të saj në marketing. Do vjen një moment që marketingu është thjesht ndjesi. Do të thënë ti ke edhe pse mund të kesh përpara syve të dhënat, ke një ndjesi se kush do jetë zgjidhja më e mirë, kush do jetë fshata më e mirë, kush do jetë varianti më i mirë, mesazhi më i mirë që ti ke për të përcjell. Dhe duke e bërë punën e marketerit e bën më shumë si punë, si ta them unë, si punë parashikuesi i fatit. Pra që ti
ti nuk arrin ta shpjegosh 100% me anë të shifrave. Ke një gut feeling, ke një zgjidhje që nuk vjen nga shifrat, vjen nga një botë tjetër, vjen nga një burim tjetër, nga një lloj tjetër inteligjencë që shkon përtej biznesit dhe përtej të dhënave. Sepse ky është marketer, është gjë ide përtej normales. Edhe kur gjërat shkojnë përtej normales, 90% e njerëzve nuk arrin të pranojnë, të gëlltisin dhe të thonë që okay, po do funksionojë kjo, le ta provojmë këtë. Në rastin e bizneseve, ku pronari është vendimarrës, do të thënë veto, që mjafton një jo që të hedhi poshtë të gjithë idenë, gjithë strategjinë. Kjo është një zgjidhje radikale e vendimarrjes që le të themi minimizon riskun, duke thënë jo, dhe maksimizon humbjen e oportunitetit, humbjen e mundësisë, sepse në biznes risku sa më i madh është mundësi më e madhe. Sa më i madh të jetë rreziku që ti merr, aq më i madh do të fitimi që ti do kesh në fund fare. Por shumica e të paktën njerëzve që kam biseduar unë, që kam folur unë, tyre qoftë edhe CEO, do thënë, jo vetëm founders të biznesit, mund të thotë që ai nuk është pronari, është thjesht drejtuesi, po është një person i kyç që ka punë ose jo në përfundimtare. Vendimarrja e tyre është, si themi, normalisht faktori që sjell rritjen ose mos rritjen e biznesit. Por ky risku që është çelësi i biznesit kapitalist përpiqet që të minimizohet gjithkohës, domethënë duke ruajtur veten që mos ta bëjmë këtë sepse mund të dështojmë, sepse ka këto rreziqe, ka këto. Dhe nga ana tjetër nuk punohet më, do të thonë kur biznesi ka arritur një farë rritje, është në një pikë ku është i qëndrueshëm, ka të ardhurat mjaftueshme etj. Në këtë pikë duan që të ruajnë këtë lloj volumi financiar, këtë lloj rehatie, si thua, që kanë kapur mbas kaq vitesh punë, dhe çfarëdo lloj gjëje që e rrezikon këtë është jashtë logjike. Ndërkohë që kjo ide që mund ta rrezikoj është po ajo ide që dhe mund ta arris. Edhe ky është marketingu. Pra kjo është ajo që e bën marketingun kaq jo të prekshëm, sepse ti nuk e di në fund fare si do shkoj. Asnjë nuk të jep garancinë dot që dëgjoj, kjo do funksionojë 100%. Kjo ideja që kemi ne, sepse ndikojnë shumë faktorë pastaj, edhe pse ti i ke të dhënat, edhe pse ti i ke shembujt ose përvojën në lidhje me marketingun që ke bërë vetë, ti e di pak a shumë se si do përfundojë një fushat. Të paktën në bazë të shifrave. Po aty mund ndikojnë shumë gjëra të tjera që kjo fushata të dështojë. Të gjitha këto parat janë shkuara dë. Dhe pastaj aty futet ai faktori që këta preferojnë më mirë të mos rrezikojnë fare të bëjnë diçka që okej, e dim që kjo ka për të funksionuar edhe më mirë bëjmë diçka që është safe, do sigurojmë më pak të ardhura, ku di unë se çfarë. Edhe ky është kapërcimi që ato momente më mbaja të kapërcimit që si kam parë kurrë të ndodhin. Do të thënë çdo një pjesë e mirë e bizneseve të suksesshme të bazuara tek një person e kapin brenda, le të them 5 deri 10 viteve maksimumi, atë tavanin e maksimumit që mund të arrijnë financiarisht. Edhe pastaj janë destinuar që të qëndrojnë aty. Pikërisht sepse pronari vet, founderi, kushdo qoftë, vendimarrja, përpiqet të shmangi riskun. Unë do thoja që Marketing. në atë problemin e zgjerimit, në radh parë hyn brendi, marka. Pra nuk janë në gjendje të ndërtojnë një markë. Po. Dhe çfarë përkufizoj unë si një biznes pa markë, shumë e thjeshtë, shet vetëm me çmim. Çmimi shet produktin apo shërbimin. Dhe ai person mund të jetë ekspert në atë që bën dhe nuk e diskuton njeri ekspertizën e vet ose të saj, dhe
Mund të jetë një shërbim shumë i mirë, mund të jetë një produkt shumë i mirë, por ama çmimi shet produktin. Dhe zakonisht promovimi është në aspekte të drejtë për drejta, ato që ne quajmë në biznes dark marketing. Marketingi drejtë për drejtë, pay debts, vëj çmimin, produktin, personi e shef, është dakord, është nga më të lirët, do të di më shumë, flet direkte me personin që do ja jap atë shërbim ose produkt dhe shitet. Pra edhe koha e shitjes është shumë e shkurtër në këto lloj instanca. Dhe ndodh që kjo është alternativa e parë për dikë që sa e ka hapur biznesin ose që nuk ka shumë kohë në biznes dhe nuk ka kërkuar përndim dhe nuk ka një skuadër, nuk ka një administrim të gjithë aspekteve të biznesit. Kjo ndodh zakonisht. Mungesa e markës është ajo më popullore në këtë shtres. Dhe që ata persona të binden mbi markën dhe efektet e brandit, në radhë parë duhet të kenë durim. Tani, ka persona që kanë atë aspekt të durimit, por në të njëjtën kohë flasim me persona që nuk dinë se si t'ja shpjegojnë dhe të shesin veten, kupton? Sepse bie llafi, sidomos unë në dizajn shoh në mënyrë popullore dizajnera që nuk din kush është vlera e tyre dhe si të shesin veten një biznesi, sepse nuk din të flasin gjuhën e biznesit. Dhe në shumë prej këtyre creatives ekziston kjo gjë, që nga njëra anë biznesmenja ka ato dyshimet e veta, por nga ana tjetër edhe personi që flet, marketeri, kur vjen, nuk di se si ta shpjegoj vlerën e gjës vet. Për shembull në dizajn është shumë e bukur kjo gjë, e kam bërë me një shpirt artistik, me këtë po si shërben biznesit, sepse ai që është biznesmen, ajo që është biznesmene, do di sa do jetë kthimi në investim. Pra si do ja shpjegosh ti kthimin në investim? Dhe me gjithë se marketingu është kaq gjë jo lineare, pa prekshme, mund të shkojë në eksponencial, bëhet diçka virale, një fushat mund të bëj flop me gjithë lekët e hedhura, një tjetër mund të jetë super suksesshme. Si do a shpjegosh se si shkojnë etapat, sepse është diçka shumë e vështirë, se po të ishte thjesht do kishin bërë të gjithë. Prandaj kush bën atë mark arrin majat milionat disrupt një treg të tërë. Dhe mendoj që kjo është nga dyja krahët, edhe personi që shkon edhe i afrohet duhet di se si ta promovoj, por nga ana tjetër gjithë kjo pasiguri, gjithë kjo do ta them mjegull në kthimin e investimin, që do bëj se nuk do jetë shpenzim, do jetë investim, gjithë kjo gjë e bën që këto marrëdhënie dikush marketing dhe biznesi vogël mos thecin ndonjë. Mos thecin në shumicën e rasteve. Edhe ndodh që pasaj ata thjesht shesin me çmim, marrin dikë që mund t'i bëj të gjitha, mundësisht edhe administrimin, edhe shitjet, edhe shërbimin ndaj klientit, kupton çfarë po them? Sepse në atë rast e dinë që, okay, paguajnë pak, edhe po i bën shumicën e gjërave dhe me keqja, po nuk eci, nuk kanë paguar shumë gjithsesi dhe po mbulon shumë role. Kupton? Dhe çfarë do i thoje ti një marketeri që puna shef dhe sidomos një biznesmeni se si ta afrohen më shumë në këtë bashkëpunim dhe si të kuptojnë anët pozitive të dyja anëve, të dyja palëve. Do më thonë, kur ti thua brandi, ke të drejtë që thua brandi në lidhje me biznesin. Pra, sepse brandi është ai që të pozicionon ty ndryshe nga gjithë tjerët, të bën të biesh në sy, të bën të ndihesh më i sigurt për produktin që ti ofron ose për shërbimin që ti ofron, edhe vetë ti njerëzit kur shikojnë edhe pse njerëzit nuk e kuptojnë psikologjinë e tyre, klientit nuk e kupton psikologjinë e tij, po kur ti ofrohesh si një brand i qëndrueshëm, mund të vësh një çmim çfarë do ti, sa duash ti. Njerëzit prap kanë për ta blerë, sepse kanë besim tek ajo që ti thua, tek ajo që brandi thot, që ajo që premton. Tash sa doj e bardha zemër nuk e vën dot, por ama vën një premium e quajmë ne, një premium për shkak të emrit. Dhe kuptohet ajo sepse ti e ke një shtesë për shkak të emrit. Dhe çështja në këtë lloj biznesesh që po diskutojmë ne është që branding këtë rast është brandi personal i personit. Pra janë marrëdhëniet e tij me klientët që e kanë sjell punën, që e kanë rritur punën. Ata kanë marrë me klientët vet, kanë bërë edhe me të, si i themi, kanë bërë edhe client service, sepse normal që kanë për ta bërë, ata kanë qenë që kanë CS, customer service. Shërbim e qëndron që
kur vjen puna pastaj ti mund ta bësh scale up deri në një farë pike këtë brandin tënd personal. Në qoftë se nuk shet shërbime mentorimi. Sepse në qoftë se bën shërbime mentorimi, okay, do të punësosh njerëz dhe ti mund të krijosh pastaj të tjera volume shitje. Po në qoftë se është një biznes, atëherë ti je detyruar që biznesi të ketë një brand të mirëfillt, që ti të mund ta bësh scale up pastaj. Edhe aty fillojnë çalon puna, çalon vendimarrja dhe merren me detaje që sidomos ta që kanë atë dhuntinë e mikromenaxhimit, merren me detaje që mendojnë që janë të rëndësishme, ndërkohë që ato janë detaje s'prishin punë fare. Unë mund të kemi pasur një rast në një spot publicitar për një nga këto ujërat që shiten vërdall dhe kemi harxuar pa frikë një ditë e gjysmë komunikim ne, ne si departament kreativ së bashku me account manager të këtij klientit, me personin që ishte në drejtim të fushatës edhe të biznesit, me pronarin e biznesit. Një ditë e gjysmë kemi harxuar për të gjetur, është bërë debati për 2 fjalë me numër. Bëj fjalë një herë për njërën fjalë që përdorin në spot dhe pastaj më vonë për një fjalë tjetër. Dhe vetëm sepse ai nuk e gëlltiste dot një fjalë, është marrë një ditë e gjysmë në harë kohor pune 5-6 njerëz të përfshirë në këtë idiotësi të madhe. Domethënë sepse ajo ishte fjalë që ai me backgroundin e tij mendonte që duhej diçka tjetër, ndërkohë që ajo ishte fjalë kyç në komunikim sepse jepte tjetër shije, tjetër. Ju se gjeni dot një sinonim? Po sepse shiko, ka disa momente që sidomos për hatër pronarit. Do të qenë shprehje kështu frazeologjike, kuptimin që do të qenë loja e fjalës e tillë që është pikërisht si thua një shprehje që po ja fus kot për shembull kur tregojmë neve që në një vend nuk ka asgjë, themi që bie miu dhe thyen kokën. Sepse një herë një kohë bëj fjalë që në hambare për shembull të mbaj grur ose misër, diçka e tillë, edhe nëse hambari ishte bosh, a kupton? Rrëzohej miu ta zëm katrarat që do futej ose nga ku di unë dhe thyente kokën sepse nuk binte në grur ose në misër, po binte në çiment, po ndyshe me ku ishte. Kjo është ideja. E tani nëse ti e merr këtë dhe thua dëgjoj, nuk më pëlqen fjala, nuk më pëlqen miu, më pëlqen diçka tjetër, a kupton? Ma shpif. Nuk është, domethënë kështu funksionon mekanizmi i shprehjes. Kjo është shprehja, ky është personazhi. Ti s'mund të ndryshosh personazhin se nuk të pëlqen. Domethënë ti jep një koncept. Ti ke ndërtuar një koncept mbas së shprehjes, po ja fus kot. Nuk ka qenë ky rasti, po se ka llafi është që ti ke një kontekst tjetër për atë shprehje, ndërkohë është kapur personi me fjalën. Edhe ti nuk e gëlltit dot ti, domethënë edhe pretendon që me që ti nuk e gëlltit dot, kjo nuk do funksionoj. Ky është problemi me këtë lloj tipologji pronarësh. Domethënë, në momentin që ti nuk e percepton dot një ide, një strategji, një përqasje të re, një zhvillim të ri, sepse deri aty shkon, atëherë kjo gjë nuk duhet bërë sepse ti nuk e njeh. Dhe ti nuk e besimin e duhur ke njerëzit që ta rekomandojnë, sepse s'ke besim tek asnjëri. Do të thonë, ojti tio nuk e di njëri. Mirë, këtu është çështje frike se çfarë do bëj në treg ajo fjalë. E marrim të shembullin e fjalës. Pra nga ana e atij që është biznesmen, ose pronari këtë rast. Është çështje frike se si do merret kjo fjalë, pra kaq shumë, se është gjithmonë kjo ideja që do na shikojnë kaq shumë njerëz dhe do bëhet një nam i madh, ndërkohë që s'ka fare shikueshmëri, domethënë është në fillimet e veta. Do shikojnë kaq shumë njerëz se do bëhet një njollosje e madhe e emrit ton, apo është çështja me qenë në kontroll dhe me thënë jo, se do e them edhe unë, se edhe unë di nga kjo gjë, dhe unë do ta bëj siç e dua unë biznesin tim.
qëndron tek jo vetëm tek frika e personit, sepse normal që e kanë frikën që ç'a do thuhet për mua, ç'a do thonë për brendi këtë andi. Në rastin më të keq, fushata s'do ketë asnjë lloj impakti. Ky është rasti më i keq. Në qoftë se për një fjalë të caktuar fushata do marrë një kontekst negativ, nuk ka rëndësi fare, sepse ideja jote është dhe nevoja jote është që të përhapet fjala dhe të Reklam. brandit tënd. Reklama është prapë. Do të thonë është prapë reklam, është prapë ekspozimi jot, ku njerëzit do merren me ty. Dhe në qoftë se kjo fjalë ka qenë në kontekst pozitiv, ose ti nuk e pasur atë qëllim ose këtë, ti do mjafton si brand, mjafton do dalësh që do thuash që ore dëgjoni se ne kemi pasur me këtë kuptim, edhe gjithçka mbyllet, e rregullove emrin si të thuash. Njerëzit mund të vazhdojnë të bëjnë qyfyre, nuk ka rëndësi. Konferencë për shtyp nga pronari. Ai që ishte çmendur edhe që i dha të gjithë në gjysmë çmimi. Nga ana tjetër nuk ju vë shumë faj këtyre personave që thonë jo, sepse përballë tyre nuk është pothuajse kur një njeri që të marri rrezikun nga ana e tij profesionale dhe të thotë që ore zotëri dëgjoj, këtë gjë e ke menduar, është e kopsitur. Bëje kështu si të them unë, a kupton? Dhe në qoftë se nuk del kështu siç të them unë, atëherë nuk e di çfarë mund t'i ofrosh ti për ti ulur dëmin, mos më paguaj. A kupton? Ose nuk i du lekët e kësaj gjë, a kupton? O do ta paguaj. Faktikisht, si mund ta mbash me përgjegjësi dikë që të thotë nëse bëj këtë gjë, pra më lej mua të bëj punën, do ndodh ky kthim, po ndërkohë ti e ndryshon dhe në fund si do e gjejmë përgjegjësinë. Kupton se nuk e, po kjo është e keqja, bro. Do me thonë, ti po bën si do vetë, nëse marrim vendimet e tua, atëherë rezultati nuk është më rezultati im, është rezultati jon. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Më kupton? Edhe pastaj edhe kjo gjë ndodh në rastet e për shembull kur ti je një kompani që bën marketing ose bën advertising, që bën reklama, bën spote, edhe je përballë drejtorit marketingut të kompanisë tjetër. Edhe ky drejtori i kompanisë, ose nuk është ndoshta drejtori i marketingut të kompanisë, po është një nga këta, në thonjza zarat poshtë, që përpiqen ta ndryshojnë atë gjën që ofron ti, strategjinë, mesazhin, reklamën. Kryezari, sepse do që ti tregoj shefit që shiko se kam edhe unë input te kjo. Kupton, kam bërë edhe unë diçka, sepse po të thot vetëm po, e ke mund dhe tjetër ndoshta duket. Dhe prandaj përpiqen ta ndryshojnë diçka me çdo kusht. Nuk e lën profesionistin, marketerin që të bëj punën e tij 100% tot, nga fillimi deri në fund, do të ndjekim 1, 2, 3, 4, 5 hapa. Por nga ana tjetër asnjë marketer nuk thotë që shiko, do ta bëjmë kështu. Ti do më japësh mua 50% të pagesës në fillim, para se të filloj projekti, nëse është projekt. Do thonë, dhe nëse ti nuk arrin këto rezultate që ne mendojmë të arrijmë, atëherë nuk e dua 50% që tjetër. Atëherë aty m'dole ku ishte problemi i atyre që nuk flasin me shifra edhe me përgjithësi. Nuk e ofrojnë. Nuk e di pse nuk ndodh. Domethënë unë kam si në varësi të projekteve që marr, e kam kulturë pune. Domethënë për shembull në qoftë se është një po e marr kot një periudhë që marr një klient të ri që ka nevojë për digital marketing. Atëherë i them, sa shitje ke tani për momentin? Ke kaq shitje. Çfarë nevoje ke për shitje? Kam nevojë që shitjet të shkojnë në këto nivele. Atëherë i them, shiko, që shitjet të shkojnë në këto nivele, përveç pagesës time që është kaq, ti do të duhet të bësh edhe disa lëvizje të tjera, të cilat kushtojnë kaq. Korrekt. Kupton? Domethënë jep shifra. Dhe thua, je në gjendje që përveç pagesës time të bësh të lëvizje të tjera? Jam, nuk jam. Çfarë lëvizjesh mund të bësh financiare? Çfarë volumesh ke? Do thënë çfarë mund të lëvizësh? Dhe ai thotë, mund të harxoj kaq lek për shemb. Ti i thua se ti je profesionist, ti i thua dëgjoj, me kaq lek ti mund të bësh këtë punë dhe do kesh këto shitje.
Domethënë e merr me atë minimumin etik, me atë 100 me 100 veta do e shohin, 2% do e blejnë. Në bazë të asaj logjike që ti ja parashtron. Edhe ashtu bëhet më e thjeshtë edhe për personin që merr vendimin, që thotë që, okay, jam dakord që ta marrim të rrezik, jam dakord me këto shifra, do jemi kënaqur nëse do arrijnë këto shifra, dhe jam shumë më i qetë, po ta di që do humbas ta zëm 1.000 euro në vend që të humbas 5.000 euro. Atëherë janë që të gjithë më të qetë, punojnë që të gjithë më kollaj, dhe ai të lë ta bësh punën tënde. Por nuk ekzistojnë këto lloj formësh. Po ta mendosh, kjo është një formë që e quajnë ofertë që ta pallëset kokës, domethënë është tek e mira e ofertës që ti i bën. Dhe ti nuk më thënë, shumica e njerëzve nuk kuptojnë që kur ka një ofertë kaq të mirë, ku merret ti përsi për risk, ti thjesht mund të shtosh përqindjen e konvertimit të njerëzve që afrohen dhe interesohen tek ty, mund të jenë inbound, outbound, pa kryqësi ka. Çdo person që është në funnel, që vjen tek pjesa e shitjes, duke bërë këtë lloj oferte, ti e shton 3 fish përqindjen e konvertimit dhe ke kaq shumë njerëz që edhe sikur mos eci tek dikush, do eci tek pjesa më e madhe, le të themi. Kupton? Dhe je më mirë se mos shisi asgjë ose 2 veta. E mira është që ti mund të bësh, domethënë, unë ka një periudhë kohore që ti do punosh me klientin tënd. Domethënë, se ti nuk është një projekt për shkak që zgjat një ditë. Domethënë është një projekt që zgjat paktën 2 javë, le të themi. Është një fushat reklamash, ta zëm, marketingu që zgjat 2 javë. Dhe gjatë kësaj periudhe ti ke për të bësh gjëja kryesore është testimi i materialeve që ti nxjerr. Testimi si funksionon ky artikull, si ka funksionuar ky postim, si ka funksionuar kjo reklam, ky post. Dhe të gjitha janë të matshme. Do të thënë edhe këto janë të matshme, dhe ti e shef ato gjërat që funksionojnë, përpiqesh të kuptosh cilat gjërat funksionojnë, ato ti përsërisësh, ato ti përmirësosh, të shtosh sa më shumë volume të gjërave që përmirëson, do patjetër që të kesh rezultat. Edhe sikur të mos kesh rezultatin që ti ke premtuar, do kesh një rezultat shumë të parafort. Edhe dihet që dihet që kanë ndikuar gjëra përtej mundësive të tua, përtej shiko, kur ti fillon punën dhe jeni duke parë ato që të ti matjet dhe të gjithë punën tënde, sepse puna e një marketeri është e dukshme për këto, sidomos për biznesin, dallohet, është aty jashtë tek gjithë. Dhe kur shikon punën dhe shikon përpjekjen dhe shikon se si i mat gjërat dhe shikon se si theti ato që dalin me sukses i përsërisim ato tjera ti lëm, në fund sikur edhe mos dalin shifrat. Po plak, po tërë kësaj kohe kemi punuar bashkë, kupton? Krijon atë një feeling me njëri tjetrin, edhe në shumicën e rasteve as do e shikojnë, pastaj sepse do duan të punojnë prapë me ty. Pra ti ke arritur të jesh aq afër gjithsesi kur i bën këto lloj ofertash, sepse këtu frika e njerëzve që nuk bëjnë këto lloj ofertash, ku marrin përsi për risk, është që do ma fusin mua, do kaloj koha dhe do më thotë, nuk kemi arritur ato lloj shifrash, se ishin shumë të larta që të bësh shitje, edhe nuk donte të punonte, s'më dha lekët tani këtej. Po ti të paktën e more afër, pra e bëre që të shikoj punën live, në aksion. Kjo është më e rëndësishmja, sepse ka shpenzuar ndërkohë kohë duke parë punën tënde, që është shumë herë më mirë se një portofol. Çdo lloj portofoli dhe testimonial të kemi që të hedhim për klientët, nuk ka për shërbyer si punë një me atë person. Dhe disa lead magnet janë të tilla që ta bëj falas një hapin e parë dhe pastaj shohin të dytin e tretin. Se hapi i parë, nëse sjell afër, do të thënë që po shpenzon kohë me ty, ajo është e gjitha. Për më tepër, çfarë do lloj, këto përvojat janë shumë të mira për të rritur besimin tënd tek vetja, sepse ti kur merr një rrezik më të madh dhe punon shumë më fort, arrit ta kuptosh biznesin tënd si marketer nga një aspekt tjetër. Do të thonë, e ndjen vërtet atë riskun që edhe ti mund të humbasësh. Punon shumë më ndryshe kur ti vën në rrezik pagesën tënde. Ti do japësh një rezultat 100 fish më të mirë kur pagesa jote është në rrezik. Ndryshe nga ai që punon për një agjenci, që ka në orar, do punoj kaq orë. Domethënë ti bën atë punën tënde, dorëzon ato idetë tua kreative, edhe në fund ditës funksionoj, nuk funksionoj,
përgjithësia mban pastaj drejtori kreativ me account managerin përpara. Shpërndahet përgjithësia. Shpërndahet përgjithësia, Shpërndahet përgjithësia. Dhe nga ana tjetër, kur ti ke punuar me një biznes, i ke ofruar marketingun për një periudhë të caktuar kohore dhe nuk ka funksionuar, ti e ke njohur shumë mirë atë, ose më saktë, jo e ke njohur shumë mirë, po tani ke një njohje më të thellë të asaj industrie. Dhe kjo e bën të hap derën ty për 100.000 klientë të tjerë të mundshëm të asaj industrie që ti mund t'i kontaktosh dhe t'i ofrosh të njëjtën gjë. Sepse ti mund të thuash, kam punuar me filan fushat, kam punuar me filan firmë, filan biznes, patëm këtë marrëdhënie, patëm këtë lloj rezultati, nëse je interesuar mund të flasim. Dhe në momentin që ti ofrohesh prap dikujt tjetër duke i thënë dëgjoj, nëse volumet e tua janë këto, ti do të arrish në këtë pikë, unë si marketing të ofroj këtë shërbim për kaq para, të cilat të më paguash vetëm 50% paradhënie dhe në fund fare nëse nuk arrim këto të dhëna, atëherë është nuk e dua pjesën tjetër të pagesës. Sepse ti i krijon mundësi, sidomos kur ti ke një nga pikat e forta të çdo profesionisti është normalisht përvoja në punë. Nëse unë si Gjergj kam mbi 15 vjet marketing dhe i them atij që dëgjoj, ti mund të marrësh një marketer që ka 15 vjet me gjysmë çmimi, kush do i thoshte jo? A kupton? Sepse më kujtove këto fractionalized service. Ke parasysh? Më kujtove këto se bëjnë ta design as a service. Pra, ti vetëm merr një design për ditë e të thot, do e marrësh me një çmim për një fillestar, një designer me kaq eksperiencë, me kaq vite senior e këtë. Okej, po ajo është një pjesë e kohës që ti mund të kesh nevoja të tjera, po ndërkohë do të presësh, është me radhë, sepse ti merr 15. Po jo, më kujtove këto lloj ofertash. Designer senior për kaq pagesë. Në fund të ditës ajo, edhe pse duket si pozicionim me çmim, do të thonë që ti po e ofron vetëm. Po nuk është ai me çmim. Atë do të thoya, sepse ti i thua në rast se nuk funksionon. Jemi në këtë pikë. Që do të thotë unë marr përsipër risk, pra unë jam biznes pak a shumë si ty, mbase nga të gjithë personat që ti ke marrë në punë, mund të jemi vetmi që kam riskun përsipër siç e ke ti, dhe kjo na bën më të ngjashëm dhe do duan të punojnë me njerëz të tillë. Dhe bën ato të ketë besim tek ty dhe të arrit të kuptojë që nëse ta zëm biznesi do fitoj 100.000 euro gjatë kësaj fushate që do bëj me ty gjatë kësaj periudhe dhe ti ke kërkuar 10.000, atëherë ai e di që nëse do japi 5.000 në fillim dhe pastaj do shkoj le ta zëm, le të themi ke 70.000 pe afuskota për marrë ca shifra, do të arrish 70% të gjës, pra ai ka arritur 70% të targetit duke paguar 50% të shërbimit. Dhe ky gapi 20% është ajo që e bën të lumtur atë, që thotë që kam bo pazar të mirë. E kapa mirë këtë variantin. Se nuk e qualla aty me pagu shtesën, po. Po, edhe pse nuk e mendon vetvetiu kështu. Po jo me jo, ata persona do të marrin prapë. Po i qofe aq, ky shen ka perfekt. Ndryshe si të thuash që do paguash 10.000 nomi të bëhet, edhe ti mund nxjerrësh edhe 50 edhe pastaj të vret kjo pagesa. 10 dua unë valla. 10 dua unë valla. Po desh, po s'desh. Edhe ti tjetri. Po edhe ti që merr përsipër ti kryesh punë këtij personi, pastaj është edhe ti e merr çik më kollaj kështu kur ti që do i marrësh lekët. Edhe pse në shumicën e rasteve është problem për të marrë lekët në fund fare. Sepse ka një në Shqipëri nuk e di, po kontratat e personave fizik, këta të thon personave që punojnë solopreneurve, nuk kanë të përmbarueshme në kuptimin që nëse unë ofroj shërbim si digital marketing, Elsit që ka një firmë. Si është kontratë me ligj? Jo, apo duhet të jetë me firmë notere? Shiko se funksionon. Nëse unë jam profesionist i lirë ose kam një NIP
si biznes i vogël, ose si person fizik, nëse ne të dy kemi një kontratë dhe ti nuk përmbush pagesat, mua më duhet të hap gjyq me ty, të kaloj në procedura gjyqësore dhe pastaj gjyqi do vendosi që ti do të më paguash parat dhe paguhet një kompani përmbarimi që të bllokon ty llogaritë bankare ose që detyron ty të paguash. Pra unë duhet të bëj gjyq. Po pra, jo, ajo Jo. mori mendje se po. Por, ndërkohë që bizneset e mëdhaja e kanë kontratën me një herë të përmbarueshme në kuptimin që në momentin që ti s'ke për pagesën, ai mund të marrë direkt një përmbarim që të ndërhyj, të të bllokojë ty llogaritë bankare. A më kupton çfarë po them? Pa pasur Shërbime të nevojë për biznesit, gjyq. ne. Po, Okay. pa pasur nevojë për gjyq. Pra unë kam nevojë të hap një gjyq. Dhe nëse unë kam një gjyq me një biznes të madh, nuk kam për ta fituar kur. Sepse do Me që do të gjesh lekë të gjyqit një. Si ja blen me hapje, se njerëz vjen avokati, njerëz vjen njëri, njerëz vjen tjetri, si në Shqipëri domethënë. Edhe kjo e ka vendos njerëzit kjo është i vendos profesionistë e lirë edhe freelancerat edhe whatever. Pozita Pa shumë të më japi gjysmë në fillim këtu. Dhe prandaj ajo gjysma fillim është një farë mbrojtje, kupton? Pra, me fjalë të tjera, Fjalë tjera. marrim një gjysmën, pastaj tjetrën pastaj e si bëjmë si tani, ti ajo bonusi. O të lejon zemër. Bonusi. Dhe tjetra që po thonim çfarë për çështjen e vendimarrjes është që edhe ky pronari kur i ka të punësuar njerëzit që kanë mund të kenë fituar më shumë ekspertizë se ai, sepse ka punuar në terren. Ndoshta në ndërkohë që ky është marrë me menaxhimin e me probleme të tjera, punonjësit e tu rriten. Kupton? Dhe mund të t'japin ide, mund të t'japin variante të tjera, jashtë asaj që ti shef. Çështja është që dhe ky punonjësi që i jep iden, nuk di që ti ofrohet që dëgjoj. Provoje këtë iden time, po humbe kaq lek, do t'i zëvon ca. Po shoku. Ti Po, je në Shqipëri, ti e di që nuk bëhen këto gjëra në Shqipëri, se ta rras ty punën e thot hajt se magë. Edhe me të njëjtën rrogë. Ne diskutojmë që do të filloj të bëhet kjo gjëja. Domethënë, punojnë sepse ti po i kërkon E hongre ashtu. Ta rrasi hongre, po. punën. Ashtu e hongre mirë dhe më bukur është që pastaj thu vetes puçi bona vetes se maj ta gojë. Shumica e shefave që pyesin domethënë që çfarë mendoni për këtë ose çfarë mendoni për atë, janë ata që quhen Asnjë. Unë sa si kam ngritur. janë ata që quhen ask hole. Do thonë jo ask hole, po ask hole, që thjesht pyesin dhe pastaj në fund fare bëjmë prapë patë që kishin mendje vet, po thjesht pyesin për me shpresën se mund të gjenë një ide që mund të ndihmojë tek ai vendimi që ata kanë marrë tashmë. Dhe këta njerëz është vetë që i përgjigjen thjesht për të përgjigjur sepse po i pyesin. Po ama po ti marrësh e ti vësh para përgjegjësisë ti thosh në gjë. Kena ide për këtë muhabet që ta vëmë në zbatim? Po humbëm do të paguash kaq lek. Po fitum ti do marrësh bonus kaq lek. Sepse nuk ndodh kjo. Do thënë ndodh që kur ti e ke punonjës, ai thjesht punonjës ka për të kryer atë proces pune për cilin ti e paguan, edhe ti ku ti shmangësh këto gjërat ekstra që ti japësh, sepse shikon se çfarë po i jep ekstra, nuk shef çfarë po mundësie po të krijon ai me idetë e tij, me ekspertizën e tij, me çfarë them ty me Më fund ja provim brenda për brenda. Po, Provim brenda për brenda. Promovimi brenda për brenda është që ti do të jepet promovimi është që ti të jepet 50% më shumë e volumit të punës që ke për 10% më shumë të pagës. Do thonë ky quhet promovim. Shit blerje e kohë është ajo. Po të më kushtonte koha një lloj si vlera, s'do e bleja. Patjetër. Dhe çështja është ka plot në fakt njerëz pozitiv pronar, se po e themi këtë fjalën kështu rëndom pronar, që punojnë me veten, do të thonë që përpiqen të shohin çfarë ndodh, çfarë s'ndodh, përpiqen të kopjojnë jashtë çfarë bëjnë. Prap ngelen tek vetja, ke sa mundësi krijon backgroundi i tyre. Jo, në fakt, jo doja të thoja se po të ndaloj këtu, në fakt këta më të zgjuarit ngelen tek Filipinët edhe India. Më marrin në telefon e më thonë,
Më duhet dikush që të shkruaj përmbajtje, e të bëj përmbajtje se të kam dëgjuar që ke po bën përmbajtje për momentin. Edhe brandin e këto i kam gjitha, më thënë, po më duhet dikush. Çka ke bërë deri tani? Se sales ko, ke parasysh, çfarë të shtyll, për çfarë erdhe, çfarë ke bërë deri tani për këtë dhimbje? Po ja, një Filipinas kisha, pastaj një indian. Okej, më mirë mbaja të Filipinas e indian. Edhe kur ta ndash mendin që nuk shkohet me Filipinas e indian shumë larg, flasim se kush e ka ndar mendjen që do i bëj vetën, duhet vetëm një Filipinas dhe një indian të bëjnë këto manuale, këto gjërat e tjera, ka nevojë për mend të tjera. Ta janë më të zgjuarit. Ta janë tamam target audienca e Fiverrit. I marrin kështu VA gjithë. Nga Filipina, India i kështu. Mund të kesh për Po t'ishte puna për Filipinas dhe Indian, unë s'do e merresha fare me këtë punë. Nuk ja kalon dot atyre për atë gjë që bëjnë, se jetojnë Indi, si jetojnë Indi. Nuk bëjnë pronaren. Nuk mund ta bëjnë kurrë atë themeluesin, founder, s'mund ta bëj dikush tjetër. Është e vërtet. Nuk mund ta bëj dikush tjetër me një pagesë qesharake që mund t'i ofrosh ti sepse ti përpiqesh të kursesh para. Dhe nuk mund ta bëj dikush tjetër që nuk ka përgjegjësinë dhe angazhimin tënd. Dhe nuk mund ta bëj dikush që nuk e shef veten që do jetë në pozicionin tënd nesër pas nesër mbasi ta fitojë këtë përvojë. Sepse ideja është një nga kur përmendet fjala exit, që what's your exit strategy? Nuk është gjithmonë exit strategy që ti të shesësh biznesin. Exit strategy është edhe që ti si pronar të dalësh nga biznesi dhe puna të vazhdoj. Punën tënde ta bëj dikush tjetër, qoftë edhe si pronar. Dhe ti nuk e trajnon kurrë një njeri nga punonësit e tu me këtë shpresë, me këtë ide. Nuk e kanë këtë ide. Biznesin mund ta drejtoj vetëm unë. Dhe dua ta drejtoj vetëm unë, vendimet i marr vetëm unë, dhe ky biznes do jetë 100% unë. Dhe harrojnë që në fund ditës gjithë njerëzit punojnë që ti një ditë mos punosh më. Dhe ndoshta, duke qenë një vend i vogël, është edhe vështirë për të gjetur kapacitete dhe talente që ti ta marrësh dikën punë dhe thua që po e marr këtë në punë do investoj te ky njerëz që nesër ndoshta ky të më zëvendësoj mua dhe mua mos më duhet të më drejtoj. Sepse nuk bën të qarta që në fillim të gjëra. Nuk ta bën njëri të pyetje, ti thuash që okay, ti je në këtë pozicion sot, po do investoje ti kohë tënde, do rrezikoje që ti të merrje këtë pozicion nesër pas nesër. Dhe ka shumë njerëz që ndoshta të mund ta kenë bërë. Mund të kenë punuar shumë fort për të arritur në pozicione drejtuese, ju janë dhënë premtime dhe pastaj pronari si ka mbajtur premtimet. Për t'u ofruar diçka më shumë në bazë të aftësive që ata kanë fituar gjatë kohës që kanë punuar. Edhe që në momentin e parë që se po bëj çik avokat e djallit, pse do të bëj premtime pronari ose pronarja? sepse Për çfarë është premtimi? Nëse m'pëlqen puna jote dhe sjell vlerë, unë do investoj për herë tek ty, sepse dua vlerën që sjell. Në momentin që ti çfarë premtoj unë kur çdo gjë varet, a do shikoj unë vlerë tek ty apo jo? Në momentin që ti je në punë, dhe ke një rrogë, kjo rrogë brenda 18 muajsh nuk do ketë më kuptim për ty. Madje 18 muaj janë shumë, po e llogarisësh në vlerë inflacioni. Do të thotë që paraja është vlerësohet dhe çmimet rriten. Gjë mos më përmend inflacionin, se tek kjo temë edhe ti si njeri, më bjen të fikët. Edhe ti si njeri do përmbushesh nevojat që të mundson kjo rrogë dhe pastaj do dalin nevoja tjera, të cilat kërkojnë një rrogë më të madhe, kërkojnë të ardhura më të mëdha, sepse ti kërkon më shumë për veten tënde. Pronari nuk do t'ja di për kostot e tua. Si klienti, do t'ja di për kostot. Tani, shiko, në momentin që unë jam me rrogë, dua që rroga ime të rritet, ose më saktë fitimi im të rritet, sa më shumë afër nevojave, që të plotësoj sa më shumë nevoja nga të mijat. Dhe që ta bëj këtë, unë duhet të punoj më shumë dhe të më ofrohen më shumë mundësi. Sigurisht, po edhe që ti je gjithmonë në atë lineare sipër. Prandaj pronari duhet të bëj premtime dhe të krijojnë së bashku me punëmarrësin
të krijojë një plan pune, një strategji për rritjen e këtij punëmarrësit. Pra, nëse ti do punosh kaq, do kesh këto rezultate, mbas kaq kohë Po, do kesh për këtë to pozicion, rezultate po, këtë rol. normal. Domethënë, dhe kjo mungon, kjo është ideja. Dhe mungon nga të dyja palët në fillim, kur bën intervistat e punës, sepse njerëzit futen sa me u fut në punë, mungon nga të dyja palët, mungon edhe në kulturën e punës, dhe mbi të gjitha mungon edhe në kulturën njerëzore të 90% pronarëve për të mos i mbajtur premtimet që japin, sepse nuk e di se çfarë mushi për shembull. Okej, ky arriti këto rezultate, bëri këtë, po. Ja se s'kemi lek, ja se kot, domethënë dalin arsye, dalin gjë, që edhe mund të jenë. Prandaj them unë, nuk ekziston më, është kota jo fjalë burra, çfarë të thonë normal. Prandaj nuk rritet biznesi. Qofse ata kanë nevojë, do të marrin. Qofse s'kan nevojë, nuk duhet ta bësh ti pozicion veten tënde që të kenë nevojën. Prandaj të gjitha bizneset në Shqipëri, le të themi çfarë të lloj, qoftë edhe këto që duket si të suksesshëm, që kanë arritur far suksesi, ngecin sepse njerëzit që rriten brenda tyre nuk vazhdojnë të rriten. Rriten deri në një farë pike, arrin pikën që biznesi nuk mundet ose nuk do që t'ja u japi atë që ju ka premtuar, edhe atëherë ky lojtari jot player largohet, sepse ndihet i fyer, ndihet ose edhe nëse nuk ndihet i fyer, thot nuk kam çfarë bëj më këtu. Po, unë kam parë njerëz në Shqipëri që kanë me 5 vite, 10 vjet, po nuk kam parë gjatë kohës rritje. Kanë net rehat aty, tek e njëjta gjë, tek e njëjti rezultat, tek e njëjti rol. Unë për vete kam qenë në një vend për 5 vjet dhe mas vitit të tretë nuk isha asgjë për të mësuar. Gabimi më i madh i jetës time, por të paktën e pranoj. Kupton? Dhe them, janë 2 vite që i kam shpenzuar kot. Dhe kam qenë në një periudhë që pyeta neti rehat. Kupton? Dhe kjo është e vërtetë, unë e kam parë me sytë e mi, ka plot nga ata njerëz, por ama kush është ai që rritet për herë dhe ka këtë qasjen, mindsetin, ke parasysh growth mindset dhe këto gjëra, ka për të gjetur vend pune, në mos tek ai person tek një tjetër. Dhe kjo e bën biznesin me frikë, sepse ky është një lojtar kyç, sepse më sjell këto rezultate, dhe kam frikë sepse mund shkoj tek një person tek një biznes tjetër. Dhe edhe keq konkurrentin për janë këto NDA të gjitha, po nese rëndësishme është që ka këto lloj aftësisë dhe sjell këto rezultate, dhe më mirë ta mbaj tek skuadra ime se sa në skuadër tjetër. Dhe sidomos nëse ikën, më thënë, është lojtar kyç, është si një skuadër futbolli. Kupton çfarë do të them? Pra, ti çoje veten tek ai pozicion. Mos e mba mendjen tek bëra 3, 4 vjet, 5 vjet. Jo, çoje veten se mund ta çosh edhe më herët. Nuk quhen vitet. Mund ta bësh për një vit. Ta çosh veten në atë pozicion. Dhe personi që ka marrë punë ka nevojë të madhe se shikojnë që ti po bën gjithë këto gjëra, që s'po i bëjnë dot persona të tjerë. Të mundohet të promovojë gjithë këto gjëra që të të mbaj, sepse frika ka për ta bërë që të të mbaj, asnjë gjë tjetër. Frika se mos i ikën. Kjo është. Lene jam shumë open-minded si janë ta LinkedInasit, open-minded tek te, lene atoti. Frika ka për ta bërë që të paguajmë më shumë, vetëm frika, asnjë tjetër. Këta që punojnë tërë ditën punojnë ta. Asnjë tjetër nuk ka për ta bërë. Se kur punon tërë ditën, mund t'i bësh vetë. Mund t'i bësh vetë që të gjitha, edhe po iku ky s'ka problem se e bëj vetë. Çfarë kujtove të tërë ditën? Ma fiksova, nuk e di pse. Mu ma fiksu për vete. Ishte Kjo faktikisht ka pas qenë në një podcast, pe kam dëgjuar edhe një herë tjetër, dhe nuk është çështja se lexova një status dikujt LinkedIn. Ata të LinkedInit janë të gjithë shumë të mirë. Po të ishte për shqiptarët që janë në LinkedIn, Shqipëria ku do ishte? Po normal që s'është për ata, se mund të jenë 300. Kupton? Është populli tjetër. Po të ishte për ata, s'është për ata. Të hequr ato statuse kam parë në intervista pronar në Shqipëri, në YouTube, punoj tërë ditën. Okej, më valla, tërë ditën po punojmë gjithë. Ç'të thotë kjo? Tërë ditën. Ne bëj podcast 5 mëngjesit, 12 natën. Ç'është kjo tërë ditën? Tërë ditën, okej, ke diçka tënde, po e kontrollon, merr riskun tënd, por është e jotja, është aset. Po bëjnë karriera dhe pastaj po vjen po ta merr gjithë karrierën tënde, gjithë aftësitë. Aftësi që kemi mësuar në Photoshop tani
një buton. Ku t'ja kërkoj llogarinë në Photoshopit? Pse ma bëri një buton? Gjithë kanë rrisje. Punoj tërë ditën, tërë ditën po punoj. Po bëjmë podcast lloj. Tërë ditën. Po të paktën ke biznes. Po kjo ishte në kontekstin që punoj tërë ditën edhe unë jam Se fillon me rente, sa pëlqejnë këto pjesët e rentet. Apo pse nuk kam rezultate kjo që bëj? Domethënë tipit që unë punoj tërë ditën do të isha ku, po ka diçka që është tregu, është kush ka qenë konteksti i kësaj tërë ditën? Do të thënë pronari. Me thënë që me vërtet çështja është me vërtet që unë po bëj lekë dhe këtej po punoj tërë ditën. Okay. Jo si, se argumenti themelor është jo si punëtorët. 8-5. Merr dikë tjetër që mos punosh tërë ditën edhe po imagjino po të marrni dikë kjo apo ky për 4 orë 5 orë. Thotë ça Dembeli 4 orë mëri mua. Pse që Dembeli ma mund të jetë 4 orë që vjen mas tetorshit që bën ka prindër të smur, ka dhe fëmijë. Shikon njëri çfarë Dembeli që është 4 orë. Po e frikshme kjo. Unë se kam gëlltitur dot. Dhe prasës më intereson do ta gëlltisja, po fakti këta që të shohin orarin, domethënë që kur vjen edhe kur ikën edhe pa arritur ta. Mirë orarin, po edhe nuk është on top me rendimentin. Rrit 8 orë, po ta shikosh, 2 orë punon, po ta shikosh. Normal. Madje punoj edhe më pak se 2 orë. Po 8 orë, në vend do punoj edhe më pak se 2 orë. Ka talente për një orë. Do dorëzoj atë që më ke kërkuar në bazë të asaj që ti kërkon vazhdimisht, në bazë të botkuptimit tënd. Po ajo është frika më e madhe me rezultatet, se po i the për rezultate, mund t'i thuash, unë ka që arri rezultati, miru pafshim, i ka unë mas 2 orësh, si më t'i s'punove fare, si të ikësh ti. Sidomos në thonjza në kreativitet, vjen një pikë që ti e di shumë mirë çfarë do klienti edhe çfarë do të kërkojë pronari ose drejtori jot ose kush do qoftë, dhe ti thjesht do deliver, thjesht do japësh. Do thuash, këtë gjë duan, po, urdhëro. Si do e gëlltisin këtë punën e rezultatit dhe jo orëve, dhe jo zhurmës të tastierës, dhe jo telefonave pronto, si do e gëlltisin këtë gjë? Nëse ti do që unë të punoj 10 orë në ditë, do më lësh të bëj atë që di unë të bëj. Ajo që di unë të bëj, do 10-12 orë në ditë. Ka rrisje të tjera, ka rezultate të tjera. Po ti as ke për ta pranuar atë që do të ofroj unë, dhe as do të paguash për atë që të ofroj unë. Ky është kompromisi. Çështja që je ti në gjendje që të jesh i pozicionuar që, po t'jap këtë që ti do dhe sa do zgjasë dhe ky fund pune, do iki unë apo të më heqësh ti. Tash çështja është edhe të gjithë këtë kohë që ti më kërkon mua, e kam shpenzuar më përpara dhe e shpenzoj akoma, në unë e quaj R&D. Libra, podcastet, çdo gjë që e mirëmbaj aftësinë time është R&D. Ata njerëz nuk e kuptojnë. Research and development për këtë që nuk e kupton, që do të thotë unë mirëmbaj aftësitë e mia, i zhvilloj aftësitë e mia, dhe sjell gjë të re tek i njëjti vend pune dhe mund të jem aty për 2 orë, po më shkon tërë dita për këto gjëra. Dhe më ka vajtur tërë dita për 3 vjetresht, dhe nuk ke imagjinojnë se si mundet dikush të mirëmbajë lloj aftësish këtej, sepse në botën e tyre puna është direkte. Vjen klienti, shpjegon mallin, e shet, vjen prap, çfarë problemi ka atë shërbimin ndaj klientit. Pra ka role që këtej quajnë blue collar, punë krau, që është sipas kohës që harxhon. Por nuk do të thotë që çdo rol në atë kompani është sipas kohës që harxhon. Sepse në nivelet e larta, në cilësi, nuk ka orar në zhvillimin e asaj aftësie. Për herë je duke parë, e duke dëgjuar, e duke mirëmbajtur gjëra, dhe duke parë për gjëra të reja dhe duke bërë demo. Unë për momentin shkoj në punë dhe i them, kjo është demo që kam bërë në 12 të natës. Me këtë jam marr. Ma bëjnë, po ti pse harxhon atë kohën në natën e këtej? U zgjova, e kisha në mendje, doja që ta bëja me AI, me këto gjëra tjera, me teknologjinë e re. Dhe gjërat që po bëj në punën time janë groundbreaking, se mos më huap tash. Por po i bëj sepse harxoj kohën time të lirë. Dembeli që punon tërë ditën
E mbyllëm Sa të pëlqejnë këto rente, nuk e di pse. E Këto mbyllëm. podcastet janë E për mbyllëm rent. të dorëzohen. Këtu dorëzohen. Tash me çfarë do e mbyllësh? Me çfarë do e Çfarë mbyllim? mesazhi ke për këta persona që kanë nevojë për ndihmë, po dhe s'dinë si ta kërkojnë ndihmën dhe s'dinë si ta marrin ndihmën? Çelësi është ndani riskun. Mundohuni të ndani riskun. T'i ofroni dikujt tjetër mundësinë për të rrezikuar dhe për të fituar bashkë me ju. Ajo e bën biznesin shumë herë më, si themi ne, kameradëri, e bën shumë herë më shoqëror, më të dashur, më më friendly. Pra, sepse kur ti e ndan riskun me personin tjetër, patjetër. Kur ti e ndan riskun me personin tjetër, bësh vetvetiu më i afërt, e shikon si vërtet si një partner te puna që bën. Por nga ana tjetër do të jesh edhe i gatshëm ta paguash si një partner. Pra ta ndash Edhe ta fitimin lësh, edhe ta ta lësh ndash fitim. nga kontrolli. Shumë herë më e këndshme marrëdhënia, shumë më organike, sistemi i punës që ti ndërton, shumë më i natyrshëm, çfarë lloj gjë që ti bën, flet më hapur, flet pa frikë, jep lloj iderash, dhe je gati që ta mbështesësh atë dhe pronari ose klienti jot si marketer ka shumë më shumë besim tek ty kur ti ofron këtë variant, sepse është dhe një lloj garancie, thot, ky që thot që shiko, po s'doli kjo, nuk i du lekët fare, është e vdekme që e arrin këtë gjë që thot. Dhe po nuk e arriti, okay. Po ama është një lloj garancie që se nuk e gjen. Ky qëndron problemi është pjesë e shitjes, domethënë do ta shikoni si pjesë shitje. Pra ndani rreziqet, ndani fitimet. Trisin nivelin e shitjeve, ofertave, të kuptojnë që janë ofertat avancuar, reverse condition. Ndani rreziqet, ndani dhe fitimet. Sjell marrëdhënie më të mira klient ofrues shërbimi, sjell mundësi më të mëdha dhe sjell marrëdhënie afatgjate. Është tjetër lloj besimi ndërtuar të sistem. Dhe me që lam të shitjet, unë do thoja, çdo gjë në këtë jetë është shitje. Si kur shkon tek ajo që të ka marrë në punë dhe ti shes është një ide, ti shes është një aftësi të re, një kanal shitjesh për biznesin. Çdo gjë është shitje dhe ne si marketera, të paktën unë jam gjithmonë kështu anoj nga ana e errësirës për neve është shitjet këto. Sidomos këto të ftohta fare, cold email, po sidomos këto live me telefon ose sy, trokitje nder, këto shitje me trokitje. Këto janë ato për një designer është si që të them unë ty ferri, purgatori, nëse e çojnë të trokasin nder të shesi, kupton? Ne duan të qëndrojmë në atë shpellën tonë sa më larg klientit. Por ajo është çdo gjë në jetë është shitje. Shesim veten si tek mentorimi, si tek biznesi ku punojmë, si tek shikuesit e podcastit, si tek ata që na lexojnë statuset, në çdo moment shesim veten tonë dhe rrëmbejmë vëmendje. Edhe prandaj një nga arsyet që duhet bësh kalamaj herët është të mësosh shitjen. Sepse kalamoni nuk jam ush do të merrni kollaj. Kur ti arrin ta bindesh një fëmijë për të bërë diçka, aftësitë tua bindse kalojnë në nivel tjetër. Ose grun. Flasësh me çfarë do lloj njeriu, me çfarë do lloj klienti, me çfarë do lloj prospekti, me çfarë do lloj audiencë. Në momentin që ti arrin, këtë e ke qa. Është e frikshme. Është si thua field of training, është jo fusha, është stërvitja më e mirë që mund të bësh ti me aftësitë tua shitse dhe bindse. Për të gjithë ju që keni mendjen të bëni qef deri në 25-a, edhe që pa lak se lini, por nëse doni të mësoni shitjet, pa një kalama kështu të shpejtë, që 19. Po, dhe më e bukur është që kur ti përpiqesh të përdorësh metodat e bindjes dhe të shitjes kur janë dy fëmijë në një njëjtën kohë, sepse njërin ti mund ta bindesh,
Po, kur janë dy, ata kanë konflikt interesi në atë që i ofron ti. Dikujt i pëlqen, dikujt mos i pëlqej. Pra ti do të gjesh një rrugë të mesme që kënaqesh që të dy, ti bindesh, por ama qëllimi jot në vetvete është që ti të arrish rezultatin tënd. Ti kërkon të përfitosh diçka për vete normalisht nga kjo që ti po arrit ti bindesh. Aty fillon mjeshtëria e vërtet. Edhe pastaj aty me vërtet kalon ti në nivel tjetër, edhe kur ke përballë një klient, edhe kur ke përballë një grup njerëzish, që mund të jetë një grup njerëzish që kanë në dorë vendimarrjen për një projekt caktuar, sepse nuk është gjithmonë një njeri e bind kollaj, po ama kur vendimarrja varet nga 2-3 veta, si ja bën ti që ta çash këtë murin e besimit drejt tyre. Ta kapërcesh këtë murin që i lejon ata të marrin një vendim pozitiv karshi teje. Ti duhet veprosh në një mënyrë që të dy, ose që të tre, ose që të katërta personat përpara teje të gjejnë diçka që t'ju interesoj për të thënë po për ty. Është gjynaf që s'kemi bërë edhe një kanal tjetër me podcast për prindërimin, por do e mendojmë dhe mbase episodin tjetër po e lejmë suspans, kuriozitet dhe e bëjmë për prindërimin, nuk i dihet. Komentoni a doni episod për prindërimin apo jo. Si të bësh fëmijë si një marketer, edhe fillon pastaj planin e punës. Nëse unë nuk kënaqa shumë sot, po e fuzemi në mbyllje këtij epizodi, edhe na shkruani se çfarë doni që të diskutojmë, ose çfarë keni ndonjë pyetje që ju mban zgjuar netët e vona të ftohta të fillimit të verës. Ciao. Le të dëgjuat, kalofshim mirë gjithë.